Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, duke sjellur për anush ngjarjet më të fundit atë se çfarë po ndodhen jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Po përflitet një lajm nga një media tjetër që nuk dua ta citoj emrin, një opinionist ka dhënë qëndrime që Egli ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit për një lloj hakmarrje kundër drejt gjestit. Unë ditë më herët kam komentuar vlerën e zarfave. Çfarë rëndësie ka zarfi i bardhë, çfarë rëndësie ka zarfi i kuq dhe çfarë rëndësie ka zarfi i zi. Po njëherë të lexoj këtë lajmin, më pas do të thënë do ta komentojmë. Po flitet me të madhe që gjesti do të largohet nesër nga shtëpia më e famshme. Informacioni është i pak konfirmuar, mirë po është duke u përhapur me shpejtësi të dritës, pas zhvillimeve të fundit me rikthimin e Eglit që po e sulmon fort në shtëpi. Opinionisti Toza i foli për këtë situatë. Ai përjashtoi mundësinë e daljes nesër, por zbuloi një sekret në Prime. I pyetur për Eglin, ai u shpreh që qëllimi i saj është vetëm që të akmerret ndaj gjestin. Është lutur koordinatorëve, thot, të topit për t'u kthyer. Në një prej ditëve kam hasur dhe unë, shprehet Tozaj mes të tjerave. Opinionisti ka të drejtën e tij të jap mendimet, siç kam të drejtën unë dhe çdo kush tjetër. Ai thot që Egli është lutur ndaj koordinatorëve të Top Channel apo ndaj produksionit që të rikthehet në shtëpinë e Big Brotherit kundër drejt gjestit. Këtë nuk e shohun si të qëndrueshme sepse ditën e djeshme e gjatë kohës kur vinin mesazhet për Big Love, Egli po qeshte dhe po duartrokiste mbështetjen që fansat po ja jepnin gjestit, dashurinë që fansat po ja jepnin gjestin. Në qoftë se Egli do të vinte me një dosë të urrëties të saktë për gjestin, ajo nuk do të shkonte ku është gjesti, nuk do të qeshte me batutat e tij, nuk do qeshte me humorin e tij. Po do silleshte shumë më egër, po do silleshte shumë më ftohtë, po do krijonte debate dhe do t'ia thonte që unë kam ardhur të hakmerrem ndaj teje sepse ti mua ma ke bërë këtë gjë. Unë nuk e shoh Eglin si hakmarrëse dhe duhet ta prekim një pjesë. Që Egli ka dalë me zarf të kuq dhe në momentin kur Egli është larguar nga shtëpia, nuk shkruante që Egli eliminohet apo Egli përfundon garën, por shkruante që Egli lë garën për çështje shëndetësore. Zakonisht banorët të cilët e kanë lënë garën për çështje shëndetësore, që Egli e tregoi shumë bukur që nuk ka qenë asnjë problem mendor, nuk ka qenë asnjë problem psikologjik, nuk ka qenë asnjë problem fizik, por ka qenë thjesht një viroz shumë e rëndë që në ato ditë ishte shumë prezente në shtëpi, që nga kjo viroza ka qenë e rënduar dhe Gerta dhe Rozana, dhe kjo ka qenë qëllimi që Egli është larguar dhe është më se normale për Eglin e cila ka dëgjuar çdo fjalë nga goja e gjestit dhe ka parë video të cilat ja ka treguar produksioni, por ka parë dhe ngjarje të ndryshme se si ajo është komentuar jashtë si një përndjekse, është më se normale që ajo të mban këtë qëndrimin, por jo se të hakmerret, sepse hakmarrja është një fjalë shumë e madhe dhe kur flasim për hakmarrje, aty më nuk ka buzëqeshje. Aty më nuk ka një bisedë, aty më nuk ka një emocion. Egli duket shumë bukur që e do gjestin, do të thënë sytë e Eglit rezatojnë nga përdjekja, le të themi në thonjza, që tani më gjesti po i bën. Egli ka dashur që gjesti ta përndjek. Egli ka dashur që gjesti të jetë me të. Egli ka dashur që gjesti të shkojë nga mbrapa. Dhe kjo ka qenë qëllimi i Eglit. Tani Egli duke mbajtur femrën e fortë, femrën stoike, atë gocën që nuk ka nevojë për një çun, atë gocën që nuk i shkon mendja fare të një çun, me patjetër që gjesti do t'ia shtojë atë kureshtjen për ta përndjekur dhe në qoftë se Egli do kishte qëndruar Egli që në ditët e para në shtëpi dhe nuk do të ishte zhytur në atë Eglin që dashuron se un kam frikë, se Egli po përsëri nëse do dashuron gjestin, do shndrohet ajo Egli si ishte, sepse Egli e ka thënë unë jam kjo Egli kur dashuroj, dhe Egli kur dashuron është kjo, që zhytet e tëra në dashuri dhe vë para saj njeriu që don dhe gjesti, problemin e përndjekjes do ta ketë përsëri. Se Egli në qoftë se sot qëndron kaq e ftohtë, unë e pash një moment brëm kur gjesti
e ngacmonte Eglin dhe e pyeste që më kthe shikimin, më shiko drejt në sy, dua të shoh diçka, Egli po shkrihej nën emocionet e Gjestit, se Egli vdes ta përqafon Gjestin, Egli vdes ta pudh Gjestin, Egli vdes të qëndron me Gjestin. Do me thënë Egli ti pëlqen Gjesti, Eglin e joh Gjesti dhe ajo në shpirtin e saj asë njëherë në jetë nuk mund t'ja merret Gjestit përveç se mund t'i dhuroj shumë dashuri të madhe. Unë jam shumë i bindur që këtu nuk ka patur një bashkëbisedë me produksionin, por unë mendoj që Egli ka hyrë në Big Brother që ta tregon atë Eglin që unë nuk jam kjo goca që u tregova, por unë dyshoj se nëse Egli pranon përsëri të jetë me Gjestin, do bëhet më keq edhe sa ishte, sepse Gjesti di të jetë shumë i ëmbël, por di të jetë edhe shumë arrogant në një marrëdhënie brenda gjatë gjithë ditës. Dua të marr mendimin tuaj për këtë lajm.